Investimi mbi 21 milion lek i Bashkisë Shkodër i ka dhënë jetë bllokut të pallateve Vëllëzrit Frashëri. Sipas teknikëve të punimeve, procesi ka avancuar në mënyrë të kënaqshme dhe aktualisht është drejt përfundimit faza e shtrimit të trotuareve. Ndërhyrja është realizuar sipas standardeve bashkëkohore, ndërsa është kryer edhe mbjedhja pemëve përgjatë gjithë bllokut të banimit. Nga një zonë e lënë në harres prej vitesh, tashmë po kthehet në një zonë rekreative. Bëhet fjalë për bllokun e banimit të pallateve në rrugën Vëllëzrit Frashëri, një investim nga Bashkia e Shkodrës. Punimet tashmë janë drejt fundit. Para ndërhyrjes, banorët përballeshin me vështirësi serioze në lëvizje, duke kaluar mes baltës dhe ujrave të zeza për të hyrë në banesat e tyre. Ky projekt është një tjetër hap konkret drejt përmirësimit të infrastrukturës urbane dhe kushteve të jetesës në zonat e banuara të qytetit. Ky investim, ashtu si ai i realizuar një vit më parë në pallatet e rrugës Isuf Sokoli, synon transformimin e hapësirave publike brenda bllokeve të pallateve në qytet.